Unë si kryetar kolegiumi jam tepër i ndinjuar, gjithashtu. Kastrioti fitoi 3-2 me Kamzën në ndeshjen hapëse të javës së 12 të kategorisë superiore, por rezultati i ngushtë i ndeshjes nuk përkon me atë e Curi që pati takimi i zhvilluar në Krujë. 2 gola nga sulmuesi Bruce Inkango e ngjitën francezin në kuotën e 9 golave, po aq ka edhe Dervishi dhe Sukaj, ndërkohë që shënoi edhe Parit Gjihani, i cili i çoi shifrat në 3-0 për skuadrën e drejtuar nga Ramadan Dreu. Eleandro Pema me penalti dhe Klevis Dalipi nuk e shmangën dot humbjen e 4 të rresht të Kamzës. Kastrioti rifitoi vendin e 3 me 22 pikë, me 2 pikë më shumë se Skënderbeu që ndodhet në kodën e 20 pikëve, por Korçarët që do të luajnë të shtunën në Fier me Apollonin. Kryesuesi i kampionatit është Teuta në kodën e 28 pikëve dhe do të udhtojë në Pogradec në vizitën e dytë brenda 3 ditësh në qytetin liqenor pas përballjes së fituar 2-0 në Kupën e Shqipërisë. Kastrioti pas barazimit në Laç 2 javë më parë rikthehet tek fitoria dhe shpall bindshëm ambicet që kanë në këtë edicion futbollistik. Teuta është shpallur kampion e dimrit në sezonin 2011-2012 dhe një gjë të tillë e ka siguruar pas fitores së sotme në Pogradec. Liqenorët janë përpjekur të frenojnë Teutën e vendit të parë në stadionin Gjorgji Kyçyku, por nuk ja kanë arritur dot qëllimit. Vendasit e mbyllën pjesën e parë në avantazh pas golit Isa Emin Hazërit, por në pjesën e dytë miqt barazuan lojën me Mirel Çotën dhe në minutën e 89 pas një penallti të Tefik Osmanit arritën 3 pikëshin e radhës. 11 metësh i akorduar nga gjyqtari i takimit Enea Jorgji solli acarim tek vendasit. Penalltia për djemt e detit u fitua nga Renato Hyshmeri, ndërsa ai që shndëroi në gol ishte Tefik Osmani që në këtë takim u kthye në hero. Teuta tashmë gjendet në kodën e 31 pikëve, 5 pikë larg Tiranës së vendit të dytë, ndërsa Skënderbeu i Korçës gjendet 8 pikë më pas në vendin e tretë. Por ajo që vlen të përmendet edhe në këtë javë është dhunën ndaj gjyqtarëve, e cila u vure në ndeshjen e zhvilluar në Pogradec nga ana e vendasve. Në përfundim të takimit mes Pogradecit dhe Teutës, zyrtarët e klubit vendas zbritën në fushë për të protestuar kundër gjyqtarit të takimit Enea Jorgji, i cili sipas tyre kishte avantazhuar skuadrën e Teutës, sidomos me 11 metërshin. Situata u acarua dhe u desh ndërhyrje e policisë për të shmangur grushtet ndaj gjyqtarit Jorgji, ndërsa futbollistëve të Teutës u është dashur të futeshin me vrap në dhomat e zhveshjes, pasi drejt tyre vërshuan çadra shiu, sendet forta dhe ndenjse të stadiumit. Tirana ka mposhtur Laçin me rezultatin 1-0 në kryeqytet, duke ruajtur me fanatizëm vendin e dytë. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-0 pa shumë raste të pastra por të dyja skuadrat. Edhe pjesa e dytë ishte tepër e luftuar, megjithse Tirana kërkonte më shumë nga kjo ndeshje. Këtë gjë bardhë e blut arritën në minutën e 79 të takimit me kontributin e portierit laçian Bledar Vashaku. Portieri mik mori një top në mes të këmbëve pas një devijimi fare të lehtë të Mario Morinës. Pavarësisht përpjekjeve të miqve, ndeshja u mbyll pas 3 minutave shtesë 1-0 për Tiranën me golin e shënuar nga iriu Mario Morina. 24 herë kampionët e Shqipërisë tashmë kanë 26 pikë në vendin e dytë, ndërsa Laçi mbetet në kuotën e 10 pikëve pas dënimit të marrë nga Komisioni i Disiplinës. Trajneri i ri Shpëti Muça e ka nisur me këmbën e mbar aventurën e tij me Flamurtarin me fitore bindëse 5-0 ndaj Shkumbinit në ndeshjen e zhvilluar në Vlorë në kuadër të javës së 12 të Superligës. Vlonjatët shënuan 4 herë në pjesën e parë me 2 golshat e Gerhard Prognit dhe Nias Lenës. Mes fushorit Trobojan, që këtë herë luante si pyk në sulmin e përbërë nga 3 futbollistë të vlonjatëve, ka shënuar në minutat 5 dhe 29, duke mposhtur me mjeshtëri portierin mik Kotori. Nias Lena, që në këtë ndeshje mbante edhe shiritin e kapitenit, ka shënuar 2 golshin e tij personal në 2 minutat e fundit të pjesës së parë, 43 dhe 45. Golin e parë fantazist i vlonjatëve e ka shënuar pas një goditje nga brenda zone, ndërsa goli i dytë ishte një perl, edhe pse nga pika bardhë e penaltis. Lena vjen në një version alla Totti, duke mposhtur Kotorin me parabol. Me 4 gole në avantazh, vendasit e ulën tempin e lojës në pjesën e dytë, duke kontrolluar më shumë topin dhe shënuan vetëm një herë
me mesfushorin Bruno Telushi, duke mbyllur ndeshjen me rezultatin 5-0. Vlonjatët ngjiten kështu në kuotën e 21 pikëve, ndërsa Shkumbini mbetet në vend numëro me 15 pikë. Vlonjatët mbajnë vendin e 5 në renditje, ndërsa rikthehen tek fitoria pas 4 javësh në cilat kishin sigluar 3 barazime dhe 1 humbje. Pas kësaj fitoreje dhe me një trajner si Muçë në pankinë, flamurtari tregon se është aty në garë për të fituar titullin, edhe pse diferenca nga Teuta kryesuese është 10 pikë. Byllisi është kocke fort për të gjithë në dush Muçë të Ballshit. Këtë e tregoi edhe këtë javë kur mposhti me rezultatin 4-2 Tomorin. Vendasit kaluan herët në avantazh me Olsi Teqian që zhbllokoi takimin e javës së 12 të Superligës, ndërsa pak më vonë Beratasit barazuan me Klodian Arbrin. Por 2 golat e Erlind Koreshit e mbyllën pjesën e parë me rezultatin 3-1 për skuadrën vendase. Në pjesën e dytë, Tomori nuk pati grintën e nevojshme për të ndryshuar rezultatin, ndaj Byllisi goditi dhe me anë të shoshit duke shënuar golin e 4 në këtë takim. Në minutën e fundit, Endri Bakiu shënoi golin e dytë për Beratasit, i vlefshëm sa për statistik. Me këtë fitore, Byllis ngjitet në renditje në kuotën e 17 pikëve dhe Tomori mbetet i parafundit me 8 pikë. Një fitore bindëse kjo djemve të shansoj të cilët fushën e tyre e kanë shndruar në fortesë, ndërsa tani presin të qetë 2 ndeshjet e fundit për këtë vit. Ndaj Vllaznis në kupë dhe në fundjavë në kampionat, Mallakastriotët do të luajnë në kryeqytet ndaj Dinamos në ndeshjen e fundit të fazës së parë. Kartonat. Skënderbeu kampioni në fuqi është rikthyer te loja e mirë dhe rezultatet. Korçarët kanë shpartalluar në Fier Apollonin vendase me rezultatin e thellë 5-1. 3 gola në pjesën e parë me Muzakën, Shkëmbin me penalti dhe Artnant Tahirlarin i kanë dhënë goditjen vdekjepruese fierakëve. Në minutën e 29, Muzaka shënon golin e parë të takimit. Xhafa i gjuan një goditje të lirë, topi përplaset në shtyllë dhe më pas Muzaka e dërgon në rrjet për të zhbllokuar takimin. Në minutën e 37, pas një faulli të Armand Mehmetaj ndaj Davor Bratic, gjyqtari Bardhyl Pasha i akordon penalti për miqt dhe ndëshkon Mehmetajn me karton të verdh. Për mbrojtësin fierak bëhet fjalë për kartonin e dytë të verdh dhe Apollonia mbetet me 10 futbollistë. Kapiteni Shkëmbi merr përsipër penaltin, por si rrallë herë i është dashur ndihma e portierit Xhelilaj për ta dërguar topin në rrjet. Gjithsesi, Skënderbeu merr avantazhin e 2 fisht, ndërsa në minutat shtesë të pjesës së parë është i riu Tahirlari, ai që me kokë mposht për herë të tretë Xhelilajin. Në pjesën e dytë, Apollonia luajti me 10 vet, çka e detyroi Skënderbeun që më shumë të kontrollonte topin dhe të shënonte vetëm 2 herë, me anë të kroatit Davor Bratic dhe golin e parë në Superligën shqiptare të Bernardo Ribeiros. Braziliani shënon një supergol pas një aksioni personal. Ndërkohë vendasit shënuan golin e nderit me anë të Agastrës. Me këtë fitore Skënderbeu ngjitet në kuotën e 23 pikëve, por mbi të gjitha e konfirmon edhe një herë veten pretendent për titullin kampion, ndërsa Apollonia mbetet në kuotën e 8 pikëve, më keq se kurdoherë. Vllaznia u është rikthyer fitoreve pasi ka mundur në Loro Boriçi me rezultatin 2-1 Dinamon e vendit fundit në ndeshjen e fundit javës së 12 të Superligës shqiptare. Në fakt ishin dinamovitët që shënuan golin e parë në minutën e 42 me anë të talentit Kavajas, Ariel Shtini, i cili realizoi një gol mjaft bukur duke kaluar topin poshtë këmbëve të Miroslav Vujadinovic. Me këtë rezultat u mbyll edhe pjesa e parë e ndeshjes. Në pjesën e dytë, 2 gola të shpejtë të Vllaznisë drejtuar nga Vata me anë të Dritan Smajlit në minutën e 49 dhe Armando Vajushit në minutën e 57 i dhan fitoren kuqebluve. Në fundin e ndeshjes, Vajushi dhe Lala i Dinamos patën një zënk me styre dhe u ndëshkuan të dy me karton të kuq. Vllaznia ngjitet në kuotën e 17 pikëve në vendin e 6, ndërsa Dinamo mbetet e fundit me 0 pikë. Vllaznia do e mbyll fazën e parë në transfertën e Peqinit, ku do të përballet me Shkumbinin dhe Rudi Vatës, i duhet të bëjë edhe pa Vajushin e skualifikuar, ndërsa Dinamo do të presë në kryeqytet Byllisin.